Miq uroj sot mirë se ardhi në një episod të ri të Dashuria shërben, dhe sigurisht kam një mik këtu që do të flasim më shumë edhe do të mësojmë për atë që Perëndia ka bërë në komunitetin e tyre dhe në kishën e tyre. Me mua është pastor Arjan Abdi. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Është kënaqësi, kam dëgjuar shumë për ju nga shumë disa kanë qenë dhe besimtarë në kish, disa të tjerë kanë qenë shumë të përfshirë në shërbesa, kështu që isha me vërtet shumë kurioze që ta kishim këtë bisedë bashk. Edhe jam e frymëzuar nga jo vetëm nga një dëshirë e momentit për të shërbyer, por nga vazhdimësia që ka pasur shërbesa juaj. Kështu që do doja të na tregosh pak më shumë se si ka lindur kjo, si ka filluar ky angazhim i kishës suaj dhe kaq shumë i fokusuar tek fëmijët që nuk kanë kujdes prindëror. Na trego pak. Edhe një herë faleminderit për ftesën, është privilegj në fakt të vish ndash atë që ka bërë Zoti, sepse po nis nga fundi. Aty ku jam sot, do mendoja për si temin e shprehën, ta bëjmë pak shoqërore për 1000 vjet, që është tamam dora e Zotit, si na ka përdorur, si na ka kanalizuar ditë pas dite, por për mua është diçka shumë personale, sepse ditën e parë që më kanë ftuar të shkoj në kish, kisha disa miq që kishin kohë që më ftonin, madje edhe gjyshja ime, e cila para 2 muaj shkoi të jetë me Zotin, ajo më ka rritur. Më ftuan të shkoja dhe ditën e parë që kam shkuar ishte grupi i trinjve. Okay. Dhe nga aty sa vjeç ishe ti atëherë? Unë isha 16 vjeç gjys, 17, okay. Nuk e mbaj më fiks ditën dhe datën. Adoleshent. Po. Madje shkova sepse më ndodhi një aksident me çajin. U rrita pak fëmijë llastuar nga gjyshja. Edhe siç bën djemt adoleshent, ma jep tu çajin se e marr vet, modern këmb. Po më bëri mirë sepse ngela në shtëpi për ca kohë. Unë isha tip sportiv, isha në futboll me Tiranën, me para të rinjt. Edhe doti nga që ngela izoluar shkova në kish. Edhe ishte bekim. Aty thash më në fund kishin muaj që më thoshin. Thash, okay, thash, tani po shkoj se ngela në shtëpi, çfarë do bëj? Shkoj një herë çau kishën, këta shokët gjyshja më thotë është mirë. Dhe kur shkuam, ishte dhe errësirë, më duket, me qerin s'kishte as drita, ka qenë periudha e viteve 96-97. Edhe ishte aktivitet për të rinjt. Nuk është se unë kuptoj, isha tip që kuptoja, po që okay, një aktivitet ndryshe dhe nga aty na çuan te shtëpia e fëmijës. Aha. Në takimin e parë. Do të çuan. Më çuan tash po. Nuk dua ta zgjas shumë të pjesë, por mua më ka rritur gjyshja që 5 muajsh, nuk kam qenë jetim fakt. Prindrit i kisha tek shtëpia ku linda, por u ftoa 3 muajsh edhe ngela 2-3 muaj në spital. Do të thënë asnjë shans nuk dhan për jetën nga ftoja e rënd. Isha imagjino 3 muajsh. Por një ditë tha mamaja këtherën e fundit ma tregoi kur erdha, tha ke krevati të çia, u lërita, tha se nuk të pash aty. Thash iku ky. Kur më than, jo nuk ka ikur, po është me zemër tani, do nga mushkëria me miokardit. E nejse, lavdi Zotit, ishte dora e Zotit sigurisht, që unë të shërohesha, edhe njerëzve që ai përdori dhe gjyshja nga mami s'kishte një prembesa, tha do të arrisun këtë se kështu e morët në qafë. Se shtëpia ndej kishte lagështir, 7 xhaxhallar me fëmijë tjerë, a gjyshja ndej rrinte me ata për këtë kujdesë më para, që përfundova që 5 muajsh kam ndetur ke gjyshja. Wow. Aty jetoj edhe sot, ajo ishte edhe nxitsa që shkojnë kish. Dhe u lidha edhe me shtëpinë e fëmijës pastaj, që po them. Edhe ishte kohë shumë e veçantë. Mosha jon, brezi jon janë rritur me shumë shoqëri, kështu që nuk është se më bëri ndonjë wow shoqëria, po prapë shkoja te një grup ndryshe. Që ti nuk pak a shumë ka qenë edhe pak një lloj stigmatizimi. Po ishte. Për fëmijët që nuk kishin prindrit. Po, ajo po dhe një gjë që më bëri përshtypje ata siç janë ata, sidomos në ato vite, po edhe tani. Direkt në qafë, duan të lozin, duan njerëz ata, duan shoqëri dhe ishte shumë e veçantë, them drejtën. Më ka ngelur ende në kujtesë. Dhe kjo lidhet pastaj edhe me pak me historinë, ndoshta do flasim të kishës tonë që është për te meje kjo, domethënë. Okej. Na trego pak për si filloi ky angazhim i kishës, i drejtuesve dhe pastaj nuk ka qenë vetëm drejtuese të përfshirë, se ka qenë në mënyrë të rregullt, kishat ka qenë antarët e kishës kanë shkuar. Po pastori ynë, i cili quhet David Young dhe gruaja e tij Fej, erdhën në vitin, nuk e mbaj mend mirë historinë kur kanë ardhur, por që kisha u hap në 94, se sigurisht ata kanë ardhur për vizita, e di që kanë shpërndar ndihma, shteti kishte shumë nevojë në ato vite, dhe i hapi direkt dyert për misionar që dhe do ndihmonin.
Dhe pastori ynë ka qëndruar tek shtëpia e fëmijës, ku ishte edhe një organizatë që u hap me cilën e bashkëpunojmë dhe sot, siç e përmendëm, që quhet Shpresë për Botën. Edhe ata morën themi zyra edhe vend ku të rinin drejtuesit tek shtëpia e fëmijës. Po flasim vitet 90. 94 po themi. Dhe atë u hap dhe kisha jonë. Dhe pastori ynë u streua te shtëpia e fëmijës. Do shteti e vuri aty dhe pati këtë lidhje që në fillim me këtë organizatën që u mor drejt për drejt me jetimët. Kështu që kisha jonë gjithmonë ka pasur këtë hyrje dalje të themi me punën me jetimët. Çfarë historie, Po, histori edhe ta kërkosh me gjithë nuk edhe sepse është një pjesë e trashëgimisë tonë, sepse ne jemi kishë re, edhe është shumë bukur të shikosh themelet ku është ngritur edhe që na kanë sjellë. Unë çdo për vjetor ja kujtoj kishës këtë histori, se drejt për drejt lidhet dhe me birësimin e Zotit pastaj. Do të thënë si ka nevojë këta jetim, dhe si çon Zoti ndonjëherë atje dhe mëson dhe shumë gjëra praktike nga Bibla. Pas atij momentit të parë që juve shkuat u angazhuat, pastaj si ka qenë në kuptim në rafshin personal përfshirja me këtë shërbes? Mbas sa kohë shkuat përsëri për të shërbyer? Bashkë me grupin e të rinjve apo të tjerë? Është dashur kohë sepse edhe ata në fillim konsumuan me punën e tyre, pra puna me jetimët ka goxha procedura, goxha përfshirje, edhe ne ishim dhe punë me kishën dhe sigurisht kisha ishte e re. Pra ne nuk pretendoj për shkak që në ato vite unë isha aty të shërbeja, unë ende nuk isha në Krishtin. Kështu që edhe shumë të tjerë si unë, po dhe ata që ishin shpëtuar, sigurisht donin kohën e tyre të rritjes. Ne ende mësojmë dhe sot, patjetër. Do që është shumë normale. Por duhet të them në vite pastaj, pak nga pak, dy drejtorët me radhë që ishin të qendrës së kësaj organizatës Shpresë për Botën, dolën nga kisha jonë. Njëri ka qenë përparim Demçellari, dhe pas përparim Demçellarit ka qenë Ledina Rabdishta, dhe kjo ka mundësuar gjithmonë themi që ne të kemi një derë të hapur atje për të shërbyer. Sigurisht me ato problematikat, me lidhjen me shtetin, me gjërat që duhen bërë me kujdes, sepse ata kanë dhe një kontratë drejt për drejt me sa diun me Ministrinë e Punëve Sociale, por ka qenë bekim i madh që të përfshihemi, të jemi aty ndaj mungjillin rregullisht. Dhe si e motivoni ju antarët e kishës, se shumë njerëz në Tiranë janë të zënë me punë edhe me zgjen kohën për shërbesat e kishës. Po. Si e dilni, si motivoni? Është vërtet fakt sepse edhe unë i them shpesh, ndonjëherë ja ul pritshmëritë, e bëj gjysmë qëllimisht themi, se dhe kisha ka shumë gjëra për të marrë, ka shtresat ndryshme, apo jo, ka breznit ndryshme, ka grupet ndryshme, ka takime pafund, por duke ardhur spontanisht kjo, pra duke sjell Zotin në këtë mënyrë, kishën tonë me këtë organizat, që punon drejt për drejt dhe sot me Shtëpinë e Fëmijës Zyber Allulli, ata kanë shërbesa kanë pasur në Korçë, në Vlorë, në Shkodër, në Sarandë. Kështu që në mënyrë spontane ne kemi bërë takime. Dhe njoja të ndihmon, si kudo, apo jo. Kur rinje, dhe ka qenë fakt një derë e madhe për të hapur ungjillin. Shumë ka miq aktualisht që kur bisedon për kishën, jemi takuar me ca shkollës mesme. Si u bëre pastor ti për shembull? Bëja diçka humor se bankat i bëja kështu si me varre, vitet 90 ato grupet e muzikës, e ke parasysh? Bëja varre, bëja Undertaker. Gjys. Më shumë isha punk, po do thanë ku dole nga varret dole ke pastor. Dhe kur flet për jetimat pastaj, se pyesin çfarë bën, domethënë ke kisha e mirë, okay, mirë, gjë e mirë. Prifti. Po, prifti, kur fut pjesën e shërbesës me këto shtresa nevojë, sikur hapet dhe më shumë, domethënë kanë ndihmuar edhe në ungjillin. Sikur hapet dhe më shumë biseda. Janë më të interesuar. Kam vënë që një stres e tyre nuk e kanë iden fare sa nevoja ka, për shembull, as ke shtëpi fëmijës, as në zonat të marginalizuara, të stresat marginalizuara. Dhe kur i tregon dhe i foto video, janë sigur, do t'i thua, ore, do në dy realitete ndryshme, po jetojnë në të njëjtin qytet. Po si kanë parë këta, dhe ata thonë, si ka mundësi. Por kisha në mënyrë natyrale, është bërë pjesë me aktivitetet që nuk janë shkëputur në vite,
Dhe pastaj nëse do flasim janë ristrukturuar pak më mirë. Do thënë kemi gjithmonë tani takime më periodike të rregullta çdo javë. Kjo kjo lloj shërbese kërkon shumë impenjim. Si jo vetëm nga ana materiale, por edhe nga ana emocionale, sepse ata janë fëmijë që kanë nevoja emocionale, trauma që kanë kaluar. Dhe çfarë ndryshimi keni parë ju tek fëmijët që tani janë fëmijë se u bëshu një kohë gjatë që keni punuar atje. Nëse mund të na tregoni se si kjo shërbes atje ka sjell një ndryshim në jetën e tyre dhe ku janë ata sot. Mund të thoja shumë raste personale, madje mund të tregoj një 2-3 raste. Po, na trego 2-3 raste, ato kanë dëshirë që të kuptojmë pak më shumë. Po, për pjesën personale të jetës tyre, sa është prekja në fund. Ne mund bëjmë teori gjithë ditën, por bekimi i madh është që kam mësuar fjala e Zotit nuk shkon bosh kurrë. Sigurisht që gjithë do rriten ku duam ne, apo jo. Edhe fëmijët tanë nuk shkojnë aty ku duam ne ndonjëherë, por shoh që gjithmonë fjala e Zotit nuk shkon bosh. Dhe sikur mos jenë gjithë në Krishtin, prap kur i takon, kthejnë sytë e kohë dhe thonë sa mirë na flisnit për shembull, ose sa jeni kujdesur. Edhe një rast për shembull një djalë punonte edhe në klube natë një periudhë. Djali mirë na respektonte shumë, dëgjonte, kishte shumë pyetje kundërshtuese, por jo me tendencë të keqe, pra gjithmonë kishte atë themi njohurinë e tij dhe pyeste dhe kur u pakzuar arriti e pranoi Krishtin. Ende nuk ishte një jetë që themi të shkëlqyer me Zotin, kush është, por u pakzua dhe kemi edhe histori, doli nga uji, bënte çik si çunë, tundi flokët i lagut gjithë kështu. Dhe ai që s'mendoja kur njerëzisht, sigurisht në Zotin them do Zoti të gjithë ecin, se ne nuk i ndjekim dot të gjithë mbrapa, por kur merr nga Kanadaja ishte ai, thotë, "O pastor Jani, unë fakt sa kisha kaluar Covidin." Edhe kalova rënd 2 javë me 3 lloj antibiotikësh. Shera parë që thash mbas isha 5 muaj që s'kam kuptuar. Shera parë mund shkokam ke Zoti. Edhe Zoti bëri mrekulli, domethënë rash brenda 2 javësh rash rreth 12 kg. Më kishte thënë mushkërit. Nëse përfundova, u shërova dhe shkuam një 4-5 ditë, shijuam një 5 ditë në Sarandë. Tha ajo mjekja me mesazhe, shko tha ku dush tani që u shërova, tha nuk gjen më gjë. Edhe kur më merr ky, domethënë isha pak i gëzuar nga kjo pjesë, me 2 vajza, me gruan. Për veten time i them edhe për punën e Zotit, ai ka planin e tij, po e di jam i sigurt që Krishti do më marrë, ja kupton një ditë. Por gëzoja kur shifja vajzat që rrinin kështu, çaj gjeti babin, e ke parasysh? Edhe lavdi Zotit bëra më mirë dhe më merr ky djalë kur ishim në Sarandë. Ç'është ky numër kanadez? O pastor Jani, jam filani, se s'po themi emra. Kam lexuar Biblën, tha, kam filluar të shkoj në kish, jam studim kështu. Ti a je vërtet ky apo po s'duhet çuditesha, sepse ndonjëherë Zoti, jo ndonjëherë, por një pjesë të mirë të rasteve Zoti punon në mënyrë të mrekullueshme, madje i them dhe kishës. Unë jam i ri, nuk them direkt pres mrekulli, si jemi ne, ke parasysh, duam dhe të punojmë të arrijmë gjëra, po duhet presim mrekulli. Absolutisht. Jo, ne lutemi për gjërat dhe pastaj habitemi kur ato ndodhin. Po, tamam. I them, jo të bëjmë ne shumë, duhet presim dhe një gjë nga dora e Zotit, se po i bëjmë ne gjithë skemat, gjithë organizimin, duhet dhe koha personale. Dhe kur mori ky dhe tha jam i rregullt, tha i fola pastorit këtu, tha ishte studionte, filloi pyetje, pse thotë eksodi kështu, do të thonë u habita fare, ato lloj pyetjesh që ndonjëherë si bëjmë edhe në kish brenda, ke parasysh? Them po rritej. Lavdi Zotit. Edhe pastaj ishte lidhur me një vajzë që ishte indiane, edhe mbrapa, siç kam folur, ishte bërë krishter, se po më tregonte peripecit, më merrte gjithkohon. Kto kanë një fe tjetër, është çike vështirë. Thash po ki kujdesi, thash se s'mund të lidhësh jetën ashtu. Por edhe ajo tani vazhdon studion, është besimtare në Krishtin, në histori manice. Lavdi Zotit. Ma histori tjera që janë shpëtuar, janë martuar dhe kanë ndërtuar familje të krishtera. Një djalë tjetër vjen rregullisht tek kisha jon, i cili jeton tek banesat sociale. Qendra Marika e ka ndihmuar shumë për shpresë për botën. Por edhe ai më kujton këto që po flasim që tani më bëjnë sens çfarë flisnim. Po. Unë i them dhe trimve ke kisha, dgjoj, mbase s'do i kuptojmë gjitha sot, sa ashtu është njeriu, nga shumë herë kupton më vonë. Po mos hiq dorë, rri, dgjoj, edhe kur nuk kupton, lufto, pyet. Se dhe besimi është dhe një lloj lufte me veten dhe me Zotin.
Absolutisht. Si fjala Izrael tha dikush, që është luftë me Perëndin dhe të fitosh. Madje kur rrim si jemi në rregull, jemi besimtar, aty fillon tip apatia. S'ka asnjë problem me pyetjet. Secili ka pyetje dhe është i lirë për të bërë pyetje, dhe ne me këtu mos e si dim gjitha përgjigjet. Kur si dim, them do lutemi, do pyesim dikë tjetër. Po është mirë kur lufton, se po lufton, është tamam ajo lufta e besimit. Se ndonjëherë luftën e besimit e mendojmë vetëm me armikun. Apo e kam gabim, do të themi ai aty i keqi. Po prit, armiku është dhe brenda nesh. Është dhe mishi ynë, është edhe egoizmi ynë. Kështu që unë kam parë në jetën time që lufta me veten që nga goxha sfidë është e mirë dhe të rrit. Ne jemi një vepër që po përsosemi çdo ditë. Amen. Edhe ta lejojmë Perëndin që të na transformojë, të na ndryshojë. Është një sfidë, ti je një mësues, sot po lexoja në fakt, edhe dia si varg në kokë, po lexoja pasazhin te Jakobi 3 që thotë mos u bëni shumë mësues sot. Edhe Bibla na thret që të jemi mësues, po thotë ki kujdes. Se mësuesi nuk është vetëm që jep një mësim aty, ai duhet. Ja, jep mend. Si në shkollë që të jemi mësues. Mos shit mend. Por ai çfarë po mësoj unë është e mësoj vetë një herë, e kaloj vetë, e shoh provën, ato janë mësimet më të mira që unë ndjej që kam dhënë. Domethënë mësime që i kam kaluar. I ke jetuar. Kam jetuar edhe di dhe si t'ja qasësh, edhe t'i japësh një shpresë. Edhe ato për ato mendoj ka nevojë njerëzit sot që ne të jemi të vërtet. Po. Se kur dikush është falso, e kuptojnë shumë shpejt. Kjo na mban dhe në marrëdhënie me këta. Dhe kjo është dhe një nga lutjet e mëdha që bëj unë, domethënë. Ka bekuar Zoti të shkoj me familjen një afër javë atje, dhe ky është bekim tjetër. Por duhet të jemi të vërtet, duhet na njohin si me Krishtin. Absolutisht. Isha shpreha, askush s'do t'ja di se çfarë di, derisa din sa kujdesesh për ata. Do doja që të pyesja, se ti the që shkon bashkë me familjen, çfarë moshe kanë fëmijët dhe si motivon ata që të vazhdojnë, që të shërbejnë, se shumë fëmijë nuk është se janë shumë të interesuar për të shërbyer. Jo, fakt. Se jemi në një kohë shumë materialiste, ku janë vetëm për të marrë gjatë gjithë kohës, dhe unë e kam dua që e bëj këtë personalisht me djalin tim, që të jem e qëllimshme, që të shikoj, të mendoj për të tjerë, të shikoj për të tjerë, mos të jetë gjithkohon vetëm unë dhe vetëm për veten e tij, po kjo është faktikisht sfida më e madhe aty. Stina ku neve jetojmë, koha ku jetojmë, edhe kultura. Mënyra se si ata po rriten, se si është brezi atyre. Po. Që janë gjithkohon unë dhe për mua. Unë kam vënë re se do të jem. Çfarë moshe kanë? Vajza madhe është 15 vjeç, është fiks në atë moshën adoleshencës edhe ka ato sfidat e veta. Vajza vogël është 9, edhe ata tani po bëhet adoleshente, se këtyri fillon që 5-6 vjeç tani adoleshencë. Por ka qenë bekim kjo që them, ndoshta sigurisht e përdor Zoti, kur thash nuk e prisja të jem ku jam, jo se ku jam jo, po në shërbimin e Perëndis, po them. Them prit se u dash ka dora Zotit, edhe një gjë, nëse unë mund të lavdroj në thonjza veten, ku ka lavdrim para gjakut të Krishtit. Po i them dhe njerëzve, ndoshta është për ulja të dëgjosh dhe ti je besnik. Pastaj gjithë kemi të meta. Ama qëndro, mos ik në këtë kontekst e them. Që nëse ka një gjë që përdori Zotin, ndoshta ishte edhe kur skuptoja, edhe kur kisha kundërshtime, rria, do dëgjoj. Edhe Zoti më ka kanalizuar më shumë vetë se sa kisha unë aspirata. Dhe dalë fëmia, duke qenë besnik si familje, ka ndihmuar që ata të krijojnë lidhje me këta të rinj. S'është që thatë ju, mund të rish të japësh mësim gjithë ditën. Po. Fëmijët shikojnë, mësojnë më shumë. Fëmia do shohë. Dhe unë gëzoj që ndoshta ndonjëherë mund të përmendi se na ndodh gjithëve, nuk e them për lavdrim, e them vetëm për dëshmi, siç edhe sulmojnë ndonjëherë, thonë, "Ha morti që na the kështu si kemi edhe dobësit, po do t'i mbetet ajo që shisi babi shkon gjithmonë atje ose mami gjithmonë këmbgul, sakrifikon, i jep dashuri, shkon në nivelin e tyre. Do të shes si sillesh me ata, si afron, si përqafon. Pra ka nevojë për të qenë real, të vërtet. Edhe aty janë më të hapur gjën, sigurisht. Si në shkollë. Keni fëmijë, ja, kush mësues afron, nuk po them se ka drejt fëmia, mund të jetë mësues i ftohtë, mund të jetë dhe i mirë. Por pra fëmia do pak motivim. E do pak nxitje. Kështu që un jam i lumtur kur shohin shembullin. Fjalët bile si harrojnë shpejt ata. Po filloi ky thon. Filloi ky pastor. Por shembulli e mund pasaj atë. Cilat janë disa nga sfidat në këtë shërbes? Nëse mund të ndash disa prej tyre. Sfidat janë
si shoqërisë pak a shumë, ata përballen gjithkohon për shembull sa i influencojmë ne. Këta të rinj dhe fëmijë qëndrojnë në një qendër rezidenciale të krishterë, po është si në familjet tona. Edhe ne jemi të krishterë, po kemi sfida apo me fëmijët tanë, me njëri tjetrin madje edhe në çift. Me veten tonë. Me veten tonë, kështu që sfida është e madhe, prandaj hyn punë dy gjëra që shoh shumë të mira janë thash sakrifica personale, jo thjesht një mësim apo jemi këtu. Hyn punë ta njohësh personalisht. Isha në një konferencë në Tajland për këtë. Në fakt e kam parë tek Jeta e Krishtit, po ata e mshuan këtë pikë që nuk duhen trajtuar vetëm si grup. Sigurisht ata janë grup apo jo. Po si ne, ke dëshirë kur njëri të vjen personalisht flet. Pra, edhe ne të na flasin kisha, na inkurajojnë, mirë. Se janë edhe persona individuale, individ, ata kanë dëshira. Po edhe ata mund të kenë disa gjëra të përbashkëta, për shkak të historisë, po secili ka një histori të veçantë. Ka një që takimi i përbashkët është ai, po kur mua koha më e frytshme, domethënë që ngjit dhe mësimin e çfarë bëjmë ne këngët në një lojë, është mbrapa kur diskuton. Kur flet për shkak ke ledën, çfarë pëlqen, çfarë bëre këtë javë. Këto janë fokus. Po çosh Krishti pati të kohën e përgjithshme, pati të kohën personale me këta. Që sfidë gjithkohën e kanë fjalën. Duhet kohë, e dyta është kohë dhe për tu lutur, sepse po që vetëm sfidë çfarë bëjmë ne, okay, e bëm njerëzisht. Po pra, ne kemi nevojë për ndihmën e Perëndisë, ne e dim. Komunist shumë i mirë, po nga ata të sinqertët, edhe më ka rritur me shumë disiplinë. Dhe i them që nuk bëjnë gjërat vetëm se i bëjmë ne me programe, duhet dhe lutje. Duhet dhe kohë për të lutur, që të shohim dorën e Zotit në fund. Mos mbetet kishat rrezikojnë gjithmonë, nga përvoja e them këtë, po edhe nga Bibla, vetë Krishti thotë që ke emrin se ekziston, po si je, ose je ftohur. Kështu që ne kemi nevojë shumë për praninë e Zotit çdo ditë, kam predikuar këtë kohë në fakt. Mirë, programet le të vazhdojnë, po si je prania e Zotit? Që duhet kohë për të lutur, që Zoti të jetë me ata, duhet kohë për të kaluar me ata, duhet kohë individuale. Dhe për mua është një kërkesë për lutje, sfidë e madhe. Se mësimin dhe përgatis, u bëra vite, po them një mësim ja jep, po për çfarë jep? A e kapin vërtet, a preken, a e kupton ku janë? T'jap një shembull për shembull, thosha njerëz se bënin pyetje, thosha ti në këtë moshë je, ti dëgjon atë që s'do ta dëgjosh. I përulur, fal. Kush do të dëgjoj 15 vjeç, 16 vjeç? Apo e kam gabim? Gjithmonë unë jam vetëm unë i fort. Po edhe shembujt, ti shikon po thuaj se çdo ditë shikon në zënkat sepse më the kështu te komenti im edhe s'tash te komenti im në TikTok apo diku tjetër. Martini ishte në klasë me vajzën time. Po më ka marr vajza, domethënë se s'dua ta çoj bisedën tani andej, po dua të them janë reale këto dhe pastaj Zoti t'jep ndonjë mençuri, për shkak njëri thosha, "Ore, po pse çfarë dini Krishtin ju?" I ngasmoja pak, se e duan pak dhe këtë. Çfarë dini Krishtin që ishte një në thonjza që themi ne pul, që i cili nuk ndjej, Krishti kishte karakter, Krishti shkoi si i fortë aty, Krishti nuk pyeti. Edhe janë ngrenë çik. Arzoj tavolinat. Fillon, arzoj tavolinat. Ose qëndroi para gjithëve, tha, "S'dua t'ja di fare, do ndihmoj." Se kur i thua ndihmoj i urt, i riu e merr çik, po, sa dobët jemi ne. Kurse kur thua spyeti për njëri në thonjza, sepse dua ta bekoj, dua t'i jap, dua ta fal, do shkojnë kryq për atë. Kjo i motivon pak më shumë. Që them duhet edhe ajo fryma e Zotit na çoj që të ngjisi pak mësimi. Apo kam gabim? Absolutisht. Pra po edhe që ditën i përulur i mirë, kush e don atë moshë? Ne ja themi këto, si them njëri kisha, mos keni frikë, mos e ja themi këto. Po duhet edhe pak ai motivimi që ti jesh ndryshe, dalësh kundër rrymës, je i fortë në thonjza, siç e do brezi sot. Ashtu. Edhe motivohen ndonjëherë. Që dua të jem edhe i drejt për drejt, po edhe i kuptueshëm. Ku janë? Shumë e nevojshme kjo mendoj. Juve vazhduat në kishën tuaj një traditë që kishin nisur drejtuesit para ata që kishin qenë më përpara drejtues në kishë. Dhe ndërkohë juve keni një brez të ri që do drejtojnë në të ardhmen kishën. Si përgatisni ata që të kenë të njëjtën dëshirë, të njëjtën pasion për të shërbyer dhe që kërkon sakrificë, mohin vetvete, se nuk është ka një çmim për të paguar për gjithë ata që do kanë zgjedhur të ndjekin Jezusin. Nëse mund të ndash
me dëgjuesit tanë? Thash, bekimi i madh është që duke qenë besnik si kish në vite dhe që e vazhdojmë të shërbim, ne çdo të premte për shembull me familjen, her pas here vjen dhe ndonjë i ri, mundohemi të marrim dikë. Jo gjithmonë sigurisht sipas kohës që kanë në shkollë apo varet çfarë angazhimesh, por ne vazhdojmë rregullisht të premteve, bëjmë takib te kjo qendra në Marikaj. Gruaja ime ka qenë vullnetare, tani është me kohë të pjesshme, bën te shtëpia e fëmijës, bën ditëlindjet, edhe është një kohë shumë e bukur, ajo është dhe tipi që e kënaqet, e shijon atë ngrohtësinë. Vazhdojmë aktivitete me të rinj, që sjellim të rinj tanë, ja sa ishim këtë javë atje në Marikaj me këta. I ftojmë kish, bëjmë takime të përbashkëta, dhe ndërkohë përdorim dhe predikimet për t'i motivuar, sigurisht dhe bisedat personale. Po vërtet do lutje, do që t'i kapi Zoti. Se si kish janë të përfshirë, do t'i lëm takimin janë. Tani duhet dhe të rriten disa se janë ende të rinj që mbase do marrin dorë një shërbim. Po gjithmonë mendoj këtë që ajo që bën dhe që është praktike, në kuptimin që vazhdon shkon, i takon, të mban, do të mban të lidhur. Dhe ky ka qenë bekim që ne jemi gjithmonë të lidhur aty. Në fund të bisedës që po bëjmë tani bashkë, do doja të pyesja për gjithë ata që dëgjojnë tani që kanë dëshirë të përfshihen në shërbim për të shërbyer, qoftë në tek qendra rezidenciale apo në një formë tjetër, çfarë inkurajimi ke për ata? Se mund të duket e vështirë, ndoshta nuk e dinë se si nga t'ia fillojnë, qoftë një individ dhe pastaj do edhe ndoshta është një drejtues kishe që do ta përfshijë kishën e tij më shumë. Nga t'ia fillojnë ata? Se ju keni shumë vite që bëni. Po, thashë, jona është pak dhe historike, kështu që është si ajo rritesh një traditë, një kulturë, do nuk shkëputesh kollaj për saj. Por realisht çka kam parë unë, njerëzit bëjnë pyetje ndryshme të tipit çfarë mund bëjë nesër. Sigurisht do fillosh që sot. Do fillosh që sot një herë ti jesh në marrëdhënie dhe në praninë e Zotit. Kjo është për mua si pastor, po e shoh në vite tani, që është baza. Nëse ti vërtet kalon kohë me Zotin, ke praninë e Krishtit. Zoti që këtu fillon mendoj, që Zoti do hapi dyert e dhura. E dyta është edhe kisha duhet përfshihen, duhet jenë më të drejtuese sigurisht se një besimtar i thjesht mbase nuk di ç'bëhet në këtë fushë po flas. Jo se nuk di ç'bëhet në shërbim, duhet të dëgjojë, duhet motivohet. Kështu që mendoj drejtuesit duhen shumë të mendojnë për këtë, sepse ka vargje mjaft rëndësishme në Bibël. Që thonë Zoti për krah të vejat dhe jetimet, feja e pastër është të ndihmosh ata. Dhe unë them një gjë në një predikim mbaj mend kohët e fundit, që e lexova në Bibël, po pse thot për këtë? Sepse janë shtresa që nuk nxjerr gjë për atyre, në thonjza. Edhe Zoti në Bibël nuk i ka thënë kot që këta janë njerëz në nevojë, që këta do japësh. Se është pak dhe bot interesi, po shka. Edhe është kjo që thatë ju, që prandaj duhet akua me Zotin, që rritesh në Krishtin, rritesh frym, atëherë fillon bëhesh më sakrifikues, del më nga ato ditari i ditës, ose si e quajmë në agenda, sepse një gjë që i pengon njerëzit mendojnë sot është agenda der diku toksore, po them. Gjithë themin në fund për Zotin e bëjmë, shkollën për Zotin, bëjmë punën për Zotin, por sa shërben realisht çdo ditë? Dhe mendoj që këto agjendat e tepërta të përditshmërisë për të arritur shkollë, profesion, cilat do duhen, nuk lënë shumë hapësirë pastaj edhe për një kohë sakrifice. Apo kam gabim. Dhe nëse ti kalon kohë me Krishtin, mendoj Krishti dhe fryma e shenjtë e Zotit do japi mençurinë që prit mbase nuk duhet të përfshijmë kaq shumë në të gjitha këto, dhe një kohë, një herë në javë, sikur një orë. Këtë kam vënë re. Unë jam tip që dua të bëj gjëra shpejt kur shoh them si do bëhet kjo. Po kam kuptuar që prit ditë pas ditë. Pak. Pas hapi. Dhe kështu që mendoj duke qenë në Zotin, mbase nuk fillon direkt me fëmijët jetim apo shtresat nevojë. Po fillon me një shërbim që ti s'e ke menduar kurrë. Po flas për besimtarë të thjeshtë, të jo drejtues, po them. Kështu që mendoj ajo është sakrifica. Të kalojnë një kohë me Zotin, kuptojnë që duhet sakrifikojnë një kohë për dikë ose një grup. Edhe Zoti do hapi dyrë. Edhe pak mendimin e drejtuesve që do të çojnë këto nevoja. Se ata janë prirur të dëgjojnë, janë prirur të marrin. Një bekim ka qenë që dhe merr shumë. Do njëri thosha se dalë sakrifica në fillim, edhe ne jemi njerëz, apo themi, erdhi kjo dita se kisha edhe këto punët. Na ka ndodhur. Po kur shkon me qëndrimin,
Por pritore do shkoj ta shijoj se është ajo qëndrimi. I them dhe fëmijëve kur shkon diku, ku shkon atje, që ndodh. Ndonjëherë më do shkoj ta shijoj kohën. Bën diferencë shumë të madhe. Imagjino kur e bën me frymëzimin e Zotit. Ti shkon të japësh, ti shkon të fokusohesh tek atë. Nuk shkon vetëm është ora ta mbaroj tani kur do hiki. Se thash të gjithëve na ka ndodhur ndonjëherë. Po kjo është ora do shkosh për ata. Çosh shembullin e Krishtit ke ata. Të ndalosh fare të gjitha. Je duke marrë me këtë, me atë. Edhe merr shumë. Këtë po them. Zoti s'lin ka vërtet. Nuk është që është sakrificë tani për ne. Ne përmbushemi shumë. Të aty janë të gjitha, edhe koha. Kur ne shikojmë kohën, që koha Edhe jonë është e Perëndis. financat, Edhe financat, edhe njerëzit e tjerë që kemi, të gjithë të tjerat janë. I kemi sepse ai na i ka dhënë. Amen. Edhe kur shkojmë mendojmë me këtë motiv, mendoj që absolutisht ne do të mbjellim. Në momentin që mbjellim do të korrim. Do të korrim, edhe shumë fish madje. Domethënë kur kthehemi tani nuk është më na iku koha, por sa mirë kaluam. Ashtu është. Edhe është bekim shumë i madh, them drejtë. Ashtu është sepse E thash, nuk e ne planifikon bëhemi dot. instrumentat, ne lejojmë veten tonë të bëhemi instrumenta në duart e Perëndis për të bekuar jetën e tyre, për qenë babai i Fiks. jetimve, Amen. ai që ka nevojë të shikojë dhe një figurë fizike atërore që Po, se është dhe një sfidë dhe kjo që si ti je model jo vetëm që shkove dhe një mësim, pra dal ke kjo se do s'do ne shkojmë, predikojmë, japim mësim, por është shkojmë dhe model një familje. Krijoj absolutisht. një aspirat, si mund ta ketë unë nxis, ti që je sot këtu. Lutju Zotit, nëse mund të jesh ti ai që ndihmon. Patjetër. Zoti do të bekojë, t'ja dalësh me Krishtin dhe siç ka ndihmuar dikush, ti ndihmosh. Dhe është motivim, një farë motivimi. Ama mos harrojmë gjithmonë që duhet t'i preki Zoti, edhe ne si njerëz, si besimtar, duhet ta kemi shumë fokus që të lutemi Zotit t'i preki në fund. Se fatkeqësisht ndonjëherë mund të kthehet dhe punë njeriu apo jo vetëm bëra diçka. Aty do ketë vlerë. Po, aty do ketë vlerë që do zgjasë, edhe kisha. Them, ok, unë jam pastor, jam zgjedhur nga ju, por nuk u rritëm gjithë, nuk do ketë ardhme. Lider i mirë duhet jetë i hapur, t'i rrisi tjerët, t'i motivoj që t'jenë ata lider, jo një drejton dhe 200 ndjekës, se do humbi. Krishti i motivoi ata, i rriti dhe ata prandaj vazhduan. Madje vazhduan kur iku Krishti, fuqishëm. Kështu që është bekim çfarë mund të bësh me Perëndin. Amen, amen. Kjo është shumë e rëndësishme t'ja kujtojmë vetes tonë në çdo moment që punën e Perëndis ta bëjmë me Perëndin. Amen. Fiks. Se është sfidë, pra është sfidë. Mund Absolutisht. të kapemi në angazhime, do të dhe puna në E sigurisht, sidomos kur Unë them nga përvoja, pra nuk e them as. Po edhe nga përvoja e them, them kur atë që them që tani po kuptoj, mund të bësh dhe takime, po se ke Zotin atë moment. absolutisht. Sa keq. Sa keq të bësh punën e Zotit pa Zotin. Stash që nuk e kemi fare, po ndodh pra, ndonjëherë angazhimi, lodhja aty. Ndodh, edhe sepse mund të jemi shumë të bindur që e dim shumë mirë ta bëjmë vetë, s'kemi nevojë për Perëndin. Përveç se e themi këtë me fjala, po nuk e themi, veprimet tona e tregojnë atë. Ashtu është fiks. Edhe puna e Zotit do mbetet kur Zoti është aty. Amen, amen, amen. Kjo tjetë. Edhe kjo është ajo që është e rëndësishme, dhe kjo është ajo që ne duam të ndërtojmë. Amen. Faleminderit shumë. Ishte bisedë shumë e këndshme. Je shumë e mirëpritur të flasim përsëri. Po, sa herë doni, shërbeset. Sa herë parë dhe je mirëpritur. Faleminderit për punën tuaj dhe lutem që Zoti ta bekojë besnikërinë tuaj. Lavdi qof Zotit edhe të lutemi vërtet që të shtohen punëtorët. Tani prapë siç thash me vitet kupton që e korra që nga e madhe, dikur po mbyll me këtë, dikur mendoja që aq kuptoja. Mendoja ç'duan më punëtor, janë ta 5 veta në kish, ne jemi që vim, po sa më shumë rritesh. Po kur shikon këtë korra. Mungo kanë punëtorët. Ashtu është. Kështu që të lutemi që Zoti t'i preki. Edhe unë kam thënë dhe gjë që nga më bukur kur tret Zoti se sa kur tret veten. Absolutisht. Tani ne mund të kemi dhe ambicie, unë hyçi nga krau që nuk kisha ambicie, por Zoti më kanalizoi kështu. Por s'ka gjë, le të kemi, se janë të mira, edhe t'i kemi për lavdinë e Perëndis. Që të lutemi për punëtor. Amen. Faleminderit shumë pastor Rani. Shumë faleminderit nga Leta, Zoti bekoft. Faleminderit. Miqtë e mi, do takojmë në një episod tjetër të Dashuria e Shërben herën e ardhshme. Ju uroj të gjithëve një javë të mrekullueshme.